Losim detaje më të hollësishme edhe specifike rreth fazës së dytë të zbatimit të modelit të mësimit tërditor. Mirëmëngjesi edhe kënaqësi të kemi në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi që të kemi në studio dhe që kemi me diskutu për këtë temë. Pikërisht, edhe a mundesh na tregu çka nënkuptohet konkretisht me modelin e mësimit tërditor dhe pse konsiderohet kaq i rëndësishëm? Modeli i mësimit tërditor ose organizimi i mësimit në shkollat tona në modelin e tërditorës ose qëndrimet gjatë gjithë ditës e nxënësve në klasë është diçka që është praktikuar tash e sa kohë në shumë shtete në Evropë, të cilat rangojnë shumë lart edhe në cilësi të matshme me teste të ndryshme ndërkombëtare dhe vlerësime të ngjashme. Edhe ky model tash së voni është edhe duke u zbatuar në Kosovë, përkatësisht në kryeqytet me 5 shkolla ndër më të mëdha të Prishtinës, të zonës urbane, në fazën e parë dhe tash në fazën e dytë shumë shpejt pritet të fillojmë edhe nga shtatori. Para se të kalojmë te faza e dytë, vetëm të sqaroj që qëndrimi më i gjatë i nxënësve në klasë, prandaj edhe kemi insistuar dhe kemi punuar dhe është pjesë e vizionit edhe të kryetarit dhe administratës kryetarit Rama që të kalohet në këtë riorganizim, sepse qëndrimi më i gjatë në klasë i nxënësve është ngushtë i lidhur me performancën e tyre në shkollë dhe ka jashtëzakonisht shumë benefite të tjera dytësore që lidhen me qëndrimin e nxënësve më gjatë në klasë. Ata ekspozohen më shumë ndaj materjes mësimore, janë më larg fenomeneve ose tendencave të ndryshme shoqërore që i pengojnë ata nga performanca, rrjetet sociale, qasja në aktivitete jo të shëndetshme për moshën e tyre, pastaj është edhe pjesa e aspektit fizik të nxënësve, sepse aty punohet edhe në kreativitet, në edukim fizik, po flas për pjesën e orëve të pasditës, dhe në fund ata shërbejnë edhe me shujta të ngrohta nga kuzhina e kryeqytetit, pra janë edhe të mirë ushqyer dhe në anën e jashtë shkollës është mirë të përmendet edhe fakti që prindërit po ashtu përfitojnë, sepse nxënësit kalojnë më shumë kohë në klasa dhe prindërit, në veçanti nënat, janë më të lira dhe mund edhe të kthehen në treg të punës, sepse për pasojë e orareve të shkurtra në shumicën e shkollave ose në të gjitha shkollat e Kosovës, kemi një numër të madh të grave që rrinë jashtë tregut të punës duke u marrë me organizimin e orarit dhe detyrat të shtëpisë së nxënësve. Pra, detyrat të shtëpisë bëhen në klasa, çantat të rënda nuk mbajnë më nxënësit sepse i kanë sirtar të ndarë të veçantë në dollapet të veçantë në shkolla, në secilën prej shkollat të mësimit tërditor, dhe jo vetëm, sepse ka edhe shkollat të tjera të cilat i kemi pajisur me sirtar. Pra ka goxha shumë benefite, po flasim tash gjatë rrugës. I përmendët të gjitha benefitet, edhe na i shpjegove në mënyrë shumë të mirë, po a po na tregon pak për sa i përket arsyeve kryesore që ju kanë shtyr për këtë model të mësimit tërditor? Arsyeja kryesore e vetme dhe motori i gjithë kësaj iniciative të kushtueshme, të lodhshme dhe masive është cilësia në arsim. Riorganizimi i tillë kontribon drejt për drejt në rritjen e cilësisë në arsim. Ka qenë e vonuar si proces fillimisht ndarja në cikle. Shkollat duhet të ndahen në shkolla fillore dhe shkollat e mesme të ulta. Pra fillimisht ciklet 1, 5 dhe 6, 9 duhet të funksionojnë daraz. Ju keni shumë shkolla në Kosovë që ndajnë të njëjtën hapësirë, para ditën një cikël, pas ditën një cikël tjetër, nuk kanë klasa të veçanta, pastaj grupmosha të ndryshme përballja, përplasja aty në korridore, vetëm këtë element nëse marrim parasysh, e shohim se sa e rëndësishme është që ti ndajnë, pra të funksionojnë në hapësira të ndara dhe kjo ka qenë edhe faza e parë. Pra faza e parë, marrim shembull shkollën Xhemail Mustafa dhe Faj Konica, kemi larguar klasat 6-9 nga aty vitin e kaluar në një objekt ish shkollës Xhevdet Doda në Lakrisht. Dhe 6-9 i kemi të ndarë, 1-5 që ndrojnë në Xhemail Mustafa dhe në shkollën Faj Konica, kanë gjithë shkollën për vete, para dite dhe pas dite është në mësim tërditor, me shujtat të ngrohta, me rekuizitat të përshtatshme, material didaktik, kabinetet të ndryshme dhe tabela digjitale, sepse është edhe një element shumë i rëndësishëm i mësimit tërditor, secila prej klasave që kalon në mësim tërditor është e pajisur edhe me tabelë digjitale që mundson edhe një pjesë interaktive të punës, jashtëzakonisht rëndësishme të mësimdhënësve me nxënësit. Kur i keni nda këto klasat nga një 5, 6, 9, a ka pas problem me hapësira apo jo?
Ka pas shkollat të ngarkuara, kemi edhe sot shkollat të ngarkuara, mungesë të hapësirave dhe ka qenë e nevojshme që të bëhet një sakrificë, nëse mund të them, në këtë ndarje. Jo vetëm një, po disa sakrifica në fakt, sepse kemi disa klasa, për shembull klasën e 6 të shkollës, klasat e 6 të shkollës Fajkonica, që kanë kaluar 5 vite në të njëjtin objekt. Dhe kjo ka qenë sakrifica që t'i largojmë nga aty në objektin e ri të shkollës Gjevde Doda. E dim se nxënësit edhe mishërohen përveç me mësimdhënësit edhe me bashkëmoshatarët, edhe me hapësirën. Po si e kanë prit nxënësit? Kur ja keni ndru kështu shkollën? Ka pas një lloj rezistence, mirë po nxënësit në anën tjetër sado që janë të mishura janë edhe adaptiv. Ata edhe përshtaten lehtësisht dhe ne jemi munduar që edhe shkollën në veçanti objektin e ish Gjevde Dodës ta bëjmë edhe më atraktiv për ta djejshëm në një aktivitet bashkë me shkollën Fajkonica në këtë hapësirë pra të re të shkollës Gjevde Doda atje. Dhe tash nxënësit thuaj se nëse i pyet, a doni të kthehen ku keni qenë, ata nuk... Jo, apo ju pëlqen ky vendim. Sepse është përshtat hapësira në atë formë që i plotson gjitha kushtet, është objekt më i madh dhe është vetëm për grup moshat e tyre, që është e përshtatshme. Nuk kanë ndërveprim në asnjë formë me grup mosha më të vegjël, të klasave 1-5. Ju e cekët që në faza e dytë ka me fillu në shtator, po cilat shkolla kanë mu përfshi edhe cilat janë kriteret për mu përzgjedh shkollat? Tu në fakt ne kriteret i kemi thjesht teknik, pra nuk i quajmë as kritere, në fakt bën vlerësime sepse me dëshirë kriterë nuk kishim vendos hiq, edhe kishim kalu gjitha shkollat për një herë në mësim tërditor. Na kemi bo disa vlerësime, kemi vizitu shumë shkolla bashkë me ekipin e drejtorisë të arsimit, dhe kemi ardhur në përfundim që shumë e rëndësishme të përfshim këtë fazë dhe shkollat e fshatrave. Pra në këtë fazë të re do të kemi shkollën Zenel Hajdini në lagjin Vranjevc, kodra e Trimave, e cila fuzionohet ose shkëmbejnë nxënësit në formën e njëjtë sikur Fajkonicën që përmenda më herët, me shkollën Asim Vokshi. Pra do të kemi ciklin 6-9 të Zenel Hajdini që kalojnë në Asim Vokshi dhe 1-5 kalojnë në shkollën Zenel Hajdini dhe bën 2 objekte të përshtatura për nevojat e grup moshave të caktuara. Zenel Hajdini për ndryshe është një shkollë që është duke ju nështruar një renovimit të thellë që e ka prit kohë të gjatë dhe pritet të hap dyert me pamje krejtësisht të re nga shtatori i këtij viti. Përtej kësaj, kemi shkollën Pjetër Bogdani dhe shkollën Emin Duraku. Emin Duraku do të pranojnë nxënësit 6-9, ndërsa shkolla Pjetër Bogdani do të pranojnë nxënësit 1-5 dhe do të shërbej për mësim tërditor. Sa për sqarim, se nuk e dija përmenda më herët, mësimi tërditor në këtë fazë vlen vetëm për ciklet 1-5. Ciklet 6-9 vazhdojnë të kenë mësimin e rregullt, për shkak të pamundësisë aktuale që të kalojmë edhe 6-9 në mësim tërditor. Pa mendohet me... Po, edhe këtë po e pilotojmë këtë vit, në njërën nga vetëm t'i përmend edhe shkollat e fshatrave, ne kemi në fshatin Grashtic, në fshatin Llukar, në fshatin Kishnic edhe Mramor, që do të shtohen këto 4 fshatra në mësim tërditor. Kishnica, determinatorit si shkolla atje, është modeli i parë, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Kosovë, që është pilotuar ndonjëherë ose është testuar të kalojë në mësim tërditor komplet, nga klasa e parë deri në klasën e 9. Dhe do të nxjerrë mësimet më të mira dhe nga ky model, siç kemi nxjerrë edhe mësimet nga këto 5 shkollat e para të fazës parë, për ta bërë sa më interesant dhe sa më të mirë modelin në ato fazat e tjera që do të bashkangjitem. Në vazhdimsi marrim komente, marrim sugjerime nga prindërit, nga mësimdhënësit, nga nxënësit vetë, mbi atë se çka po shkon mirë, çka nuk po shkon mirë. Për shembull, kemi pas disa vrejtje, sugjerime në lidhje me menyn e ushqimit që shërbehet nga kuzhina e kryeqytetit. Kemi mbajt disa takime me kryesinë e kuzhinës qendrore dhe tash po fillojmë nga shtatori me një meny krejtësisht të re. Edhe besa edhe me formë të re të shërbimit. Pra do të kalojmë nga forma e shërbimit të shujtave të ngrata që transportohen në termos të veçantë në formë të bufes që shërben ushqim tërditor, si që është edhe mësimi tërditor. Pra shërbimi tërditor i ushqimit në shkolla mundëson që asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë afatit që e kam pas këtë vit, 1 orë gjysmore ku shërbehet ushqimi dhe pastaj s'ka më, po. Bufeja do të mundsoj shërbimin gjatë gjithë ditës, do të shtoj edhe shumë element të tjerë të ri të po super të nevojshëm për nxënësit në zhvillimin e tyre
fizik. E vërtet. Sa ka rezultuar suksesshme faza e parë me ato shkolla cilat kanë qenë të përfshira dhe vazhdojnë të jenë, edhe cilat kanë qenë kryesisht reagimet e prindërve për këto ndryshime? Faza e parë konsideroj që është shumë e suksesshme përkundër faktit se është bërë në një shkollë shumë masive, pra nuk është pilot. Shpesh herë po kam nevojë ta sqaroj këtë sepse po flasim për 3100 nxënës, 5 shkolla të mëdha të Prishtinës që kanë kaluar në mësim tërditor njëhershëm. Edhe në këtë formë është shumë normale, është shumë e pritshme që kemi edhe disa sfida gjatë rrugës. Kemi pas sfida në rregullim të orarit mësimor, të cilët prindërit gjatë gjithë kohës në pjesën dërmuese të prindërve kanë qenë shumë bashkëpunues dhe mirë kuptues. Sepse në fund të fundit ne jemi edhe kemi qenë, edhe jemi non-stop të qasshëm për prindër që flasim me ta, t'i bëjmë ata të kuptojnë se çka është në mësimin tërditor dhe pse është e rëndësishme dhe pse është e vonuar si proces të cilin ne po e bëjmë. Benefitet pastaj ne tek pritet t'i shohim dhe t'i marrim. Nxënësit në mas të madhe sot I kemi shumë më larg, e thash krejt në fillim të emisionit, më larg fenomeneve jo të shëndetshme, aktiviteteve jo të shëndetshme, rrjeteve sociale, që jo domosdoshmërisht janë negative, mirë po në formën se si abuzohet me edhe kohës munguar të kujdesin nga ana e prindërve dhe nga ana e mësimdhënësit, shpesh herë kalojnë edhe në elemente të rrezikshme të përditshmërisë së këtyre nxënësve. Në anën tjetër kemi për prindërit kemi bërë atë që është dashur të bëhet kohë gjatë. Kemi largu çantat e rënda për nxënësit e tyre, për kurrizat e tyre të bresh të moshës. Kemi heqë detyrat e shtëpisë që kanë qenë bare prindërve në shtëpi dhe kemi shtu kohën e prindërve që të merren me veten e tyre dhe me karrierat e tyre. Kështu që besoj që nëse kemi një element ose një grup të kënaqurve në këtë mes. Pra prindrit janë të kënaqur. Po të flasim pak për mësimdhënësit. Ata si e kanë prit modelin tërditor? Sigurisht mësimdhënësit e kanë prit në dy kënde të ndryshme nëse mund ta quaj. Kemi pas mësimdhënës që e kanë mirë prit, mirë po duhet pranojmë që është shtu volumi I punës për ta. Në anën tjetër është shtu edhe kompenzimi financiar. Edhe këtë duhet ta përmendim sepse asnjë mësimdhënës nuk është angazhuar shtesë pa pagesë. Cilat kanë qenë ankesat e mësimdhënësve? Koha e gjatë e qëndrimit në shkollë shpesh herë, pastaj organizimi I orëve sepse është shumë e lehtë organizohet mësimi në një orar të rregullt qysh edhe e kanë pas të organizuar nga ora 8 në mëngjes deri në orën 12:30 dhe kur I shtojmë edhe 3 orë të tjera, pastaj e fillon ajo ndoshta edhe gara në mes mësimdhënësve kush çka të marr, çka të mbuloj. Është mirë me shtu edhe një element që ne kemi shtu edhe mësimdhënës të tjerë për mësimin e pasdites. Pra nuk ka mbet gjithmonë barë e mësimdhënësve ekzistues, mësimdhënësve klasor, të cilët janë pjesë e një klase të caktuar dhe kanë një grup të nxënësve. Orët e pasdites ne I kemi plotësuar edhe me mësimdhënës të edukatës fizike, shtesë, të artit, të muzikës. Pra kemi shtuar edhe aktivitetet që kemi konsideruar janë të rëndësishme për zhvillimin e kreativitetit, shëndetit fizik, imagjinatës së tyre në këtë moshë të caktuar. Edhe në fund tash për këtë fazën e re, ne po bëjmë edhe një vlerësim që të shohim se çka ka shku keq. Pra kemi kërkuar durim edhe mirë kuptim për mësimdhënësve, sepse jemi në balë të detyrës, jemi tu I bë matjet, jemi tu e pa terrenin edhe tash në bazë të gjeturave do të shohim a duhet të ndryshojmë diçka nga forma se si organizojmë mësimin, a duhet të ndryshojmë diçka nga angazhimi I mësimdhënësve gjatë ditës që kanë me nxënës, dhe çka do të ndryshojmë, sigurisht që do të bëhet bashkë me mësimdhënësit, bashkë me prindërit dhe me nxënësit. Ashtu siç fola më herët për ushqimin që është bërë bashkë në koordinim me këto palët e përmendura më herët, por edhe me aktorët e kuzhinës së kryeqytetit. A ka pas fushata informuese për palët e përfshira për sa I përket këtij projekti? Po ka pas. Në atë kohë po që kjo është pjesë e fushatës informuese që po e bëjmë këtu. Edhe vitin e kaluar ka filluar gjatë verës kampanja, kanë filluar renovimet në shkolla dhe takimet edhe me mësimdhënës, me prindër, me udhëhec të shkollave. Këtë veç që po e bëjmë edhe tash, unë vazhdimisht në çdo mundësi kohore që jam në shkolla, jam në vizita, jam në takime edhe me mësimdhënës, biseda të shkurtra, takime të vogla, të mëdha,
Dhe është pjesë e një fushate. Unë nuk besoj shumë në këto kampanjat e financuara që shfaqen një video ju ik gjysës së masës, unë besoj më shumë në promovimin kësaj sy me sy, në takime, po edhe mediat e bëjnë një punë jashtëzakonisht rëndësishme në këtë aspekt, që jemi falemnderues për hapësirën që kemi këtu për me dhënë detaje, sepse ju shpesh herë media nxjerrin disa detaje që neve as nuk na kujtohet ti themi, po jemi duke i bërë. Që e komplementojmë njëri tjetrin në punë. Ju më herët e cekët që një shkollë është duke u renovu. Po, shkolla Zenel Hajdini. Po, cilat shkolla tjera janë renovu? Të gjitha këto 5 shkollat e mësimit tërditor kanë pas ndërhyrje. Janë shtu kuzhinat, këto 5 të fazës së parë, po flas. Janë shtu kuzhinat, nëse kanë pas kuzhina ekzistuese, janë rregulluar, është shtu inventari, sepse mësimi tërditor bën në inventar tjetër, nuk mundesh me qëndru me mbajt nxancin në të njëjtën bankë dhe karrik gjatë gjithë ditës. Pra janë të mësimit tërditor, të specializuara për atë punë. Kuzhina, pastaj sirtarët, intervenimet në gëlqerosje, tabelat e menqure. Tabelat, po, digitale që Po, të menqura, por edhe material pedagogjik i veçantë. E njëjta është tash duke u planifikuar dhe ne po presim sa të lirohen këto 6 shkollat e tjera, 6 të fazës së 2. Minimalisht 6 se mund të shtojmë numrin gjatë verës. Pra, të lirohen nga nxënësit që ne të fillojmë intervenimet në to. Prej gëlqerosjes, dyshemes, rregullimin e nyjeve sanitare, shtimin e kuzhinave aty, ndrrimin e dyrëve dritareve aty kudo që e shohim të nevojshme. Këto janë tjera prej renovimet që po bëhen në shkollën Zenel Hajdini. Okej, po Zenel Hajdini pra është krejt u ndryshu. Është tu transformu komplet. Edhe po për shfrytëzoj hapësirën të shtoj edhe një çështje tjetër. Jemi duke investu jashtëzakonisht shumë në infrastrukturë shkollore. Janë duke ndërtu mbi 7 objekte të ndryshme të shkollave dhe duke u renovu disa të tjera, duke u shtu palestra sportive, duke rregullu fushat e jashtme. Pikërisht për këto do është ta me të pyet për palestrat, se në për shkolla kemi pa që nuk i kemi shumë të mira, ne që kemi qenë në shkollat tona nuk kanë qenë kushtet e mira të palestrave sportive. Shumicën e palestrave që kam vizitu janë në gjendje goxhat mirë. Kemi shkollën Dardania që është renovu thellësisht dhe ka një super palestër për shembull që nuk e kanë thjesht askund në Evë. Ose na që sa vite kemi kryer shkollën, po atëherë. Po atëherë ka qenë më ndryshe. Ka ndryshuar sene. Po, e vërtet. Mirë po, prap se prap, nuk është që nuk kemi nevojë të investojmë në palestra, edhe në rekuizita. Po e bëjmë vazhdimisht, për shembull në shkollën e Minduraku, në shkollën e Gjelbër, po pranojmë investime në palestra edhe nga aktorë të tjerë që po na lehtësojnë edhe neve, po mund të ridestinojmë jetët në çështje të tjera prioritare. Por është një prej prioriteteve edhe të mia, edhe të kryetarit Rama, çështja e hapësirave rekreacionale, sportive, edhe sigurisë në shkolla bashkë me mësimin tërditor dhe ngritjen e cilësisë kemi si top prioritete për të cilat po punojmë vazhdimisht. Të shkollat e reja është me rëndësi të veç të elaboroj edhe pak që në lagjën Kalabria, në Emsher, po ndërtohet një shkollë me kapacitet mbi 1000 nxënës. Në anën tjetër në lagjën Qendresa po ashtu një shkollë e re, në lagjën Kondrina, në Sofali, pra janë shkolla të reja që po ndërtohen, cila më herët e cila më vonë do të dorëzohet të mbetet të shihet, mirë po më së afërmi me punë kemi shkollën në Kalabri. E pse janë të rëndësishme këto shkolla është sepse i kemi për rreth shkolla më të ngarkuara të Prishtinës, Ismail Qemalin, Hasan Prishtina dhe Dardanin. Edhe kemi me urgjencë, me nevojë të jashtëzakonshme që këto shkolla t'i marrim sa më parë dhe t'i shkarkojmë shkollat e mëdha. Pastaj duhet një renovim i thellë i shkollës Ismail Qemali dhe Hasan Prishtina, sepse deri në këtë fazë ka qenë e pamundshme të renovohet për shkak të numrit të madh të nxënësve që nuk kemi ku t'i zhvendosim. Edhe ju e dini se punë që kanë filluar shpesh në të kaluar në gjatë verës edhe është llogari që përfundon për 2 muaj, nuk kanë përfunduar asnjëherë. Edhe këtë rrezik nuk kemi pas nevojë ta ndërmarrim, po i bëjmë shkollat e reja, po i shkarkojmë këto ekzistuese, pastaj punojmë në to. Për më tepër, përveç renovimeve në këto dyjat, na mundson edhe kalimin e mësimit tërditor të këtyre objekteve ose këtyre institucioneve në një të ardhme jo shumë të largë, ndoshta fazën e tretë. Okej. Me që jemi këtu të investimet, po du mund dojnë pak edhe përsa i përket investimit në kabinetet teknologjisë, që kjo është diçka që ndoshta ju mungon shumicës të shkollave, po mënoj kushtet ideale të kabineteve të teknologjisë. Po, krahas tabelave digitale dhe platformës digitale të organizimit procesit mësimor me kompaninë School.me, që mbulon thuajse në tërësi sistemin arsimor në Prishtinë, ne kemi investuar në kabinete dhe tash jemi në pritje të një kontrate të re,
të përfundojnë procedurat e prokurimit, që do të pajis me kompjuter, një pjesë, me kabinete në tërësi, sepse ato shkojnë edhe elemente për cilë, jo veç kompjuter, në një pjesë të mbetur të shkollave. Sepse, pse po e them mbetur, është se kemi në masë të madhe shkollat të pajisura me kabinete. Një sfidë e teknologjisë, që pak e kuptojnë nga jashtë, që nuk e njohin si fush, është që teknologjia devalvohet shpejt. Dhe ne sa po investojmë në kabinete, ato kanë një kohë të devalvimit 5 deri në 7 vite. Dhe ne kemi bërë në investime, mar shembull, në një nga shkollat e qendrës para 5 viteve, mirë, po shumë shpejt derisa po arrijmë të mbulojmë të tjerat, këto devalvohen dhe kërkojnë ndrym të tyre të pajisjeve. Që nuk është e njëjta me tabela digjitale, sepse kanë kohë më të gjatë të devalvimit dhe projektor, për shembull. Dhe në këtë aspekt është investu mjaft gjatë, po edhe teknologjia është e ndjeshme. Kemi prishe të shpeshta, të kërkon ju punoni vetë me teknologji, këtu e kuptoni shumë mirë se sa e ndjeshme është. Mirë po, është prej prioriteteve dhe pjesa e digitalizimit të arsimit. Çfarë ndikimi pritet me pas ky model në rezultatet mësimore të nxënësve? Presim të... Nuk po them që do të dalim në mes ose në fillim të tabelës në PISA, nuk po marrë përgjithësinë ta them këtë, por presim rezultate pikërisht në këtë drejtim. Shtetet, po ritheksoj atë që se dija thash qartë në fillim, shtetet që performojnë më mirë dhe i kemi më lart të ranguara. PISA është vetëm një prej formave të matës, ka edhe të tjera, mirë po që rangojnë më lart në cilësi, e kanë procesin e mësimit tërditor aty tash e sa kohë. Ne kemi në fazë të parë. Na duhet patjetër. Unë konsideroj që është patjetër, bile duhet urgjentisht të përfshirën edhe aktorë të tjerë. Dje ishim në një aktivitet në shkollën Fajkonica, përmenda bashkë me kryetarën dhe ministrën, edhe i bëm ftesë aty që të ulim e të flasim për mbështetje dhe nga ana e Ministrisë së Arsimit, sepse kjo është diçka që nuk mund të bëhet në shkallë të gjerë vetëm nga një komunë. Edhe për faktin se është e kushtueshme, edhe për faktin që ka nevojë për mbështetje nga aspekti ligjor, teknik dhe i resurseve që ka Ministria e Arsimit, dhe kemi dorën e zgjatur, po presim mbështetje nga niveli qendror, po është e rëndësishme që të fillojmë nga e para të zhbllokohet buxheti i kryeqytetit. Sa po të kemi zhbllokimin e buxhetit kryeqytetit, pastaj flasim për të tjerat se... Njëherë për njëherë jemi që aty. Njëherë për njëherë këtë kemi të prioritet. Si është një të ardhme në arsimit në Prishtinë, po them, edhe kryesisht në Kosovë gjatë 5 ose 10 viteve të ardhshme? Shumë të mirë. Unë po takoj nxënës, po flas me nxënës, po e shoh se ku qëndrojnë nxënësit tanë në aspekt të inteligjencës, në aspekt të kreativitetit. Dhe unë shpresa t'i kam nëse te as kush tjetër i kam të nxënësit. Po kjo nuk na amniston neve të tjerëve, ne duhet punojmë me mësimdhënësit shumë, duhet punojmë edhe ne si institucione që edhe ne të ndjekim hapin më shpejt me zhvillimet e reja. Por në fund të ditës kemi mësimdhënës shumë të përkushtuar, kemi drejtor menaxher shumë të përkushtuar të shkollave që bëjnë punë orare pa orare, pagesë pa pagesë, që është pak herë e përmendur edhe pak e vlerësuar se sa shumë punojnë. Dhe kemi prindë që ja dojnë të mirën dhe janë aleat të cilësisë në arsim. Kështu që unë e shoh që ardhmja është e sigurt, kushdo që është në pushtet, pavarësisht se kjo është më së paku e rëndësishme, arsimi është për të gjithë. Jemi këtu në pushtet, jemi në ATV, kudo që jemi. Arsimi është embrusi përbashkët të gjithë neve, edhe mendoj që të gjithë ne duhet të ja japim hakun që t'jemi aty ku ndrojmë bashkë me qenë mas 10 viteve. Faleminderit shumë për krejt informacionet, faleminderit edhe që ishe pjesë e emisionit edhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi, shpresoj të shihemi edhe herave të tjera me lajme më të mira. Shpresoj njësoj edhe. Faleminderit. E tani të dashur shikues, nga kjo studio, ja kalojmë linjën gazetarës tonë Edona Aliut, e cila gjendet në Prishtinë bashkë